Në Shkodër u zhvillua edicioni 18 i Lojrave Popullore Fest. Ky aktivitet tradicional mblodhi bashkë përfaqësues nga trevat shqipfolse, duke sjellë lojra, muzikë dhe motive kulturore që ruajnë gjallë trashëgimin brez pas brezi. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe nënkryetare e Bashkisë së Shkodrës Teuta Qyteza, e cila përshëndeti pjesëmarrësit dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të traditave. Ajo shpreh se Shkodra, si qendër e kulturës dhe historisë shqiptare, ka një rol të veçantë në mbështetjen e aktiviteteve që i japin jetë identitetit kombëtar. Tashmë, shndruar një traditë, ky edicion sjell përrisi shumë miq të ftuar që marrin pjesë ndoshta për herë të parë. Dhe ju urojmë të gjithëve edhe mirë se vini, edhe mirë se të na vini sërish gjithmonë me promovime të reja, me emocione të shumta, të cilat ne si Shkodër dhe si bashki i dëshirojmë edhe i promovojmë vazhdimisht në funksion të argëtimit të njerëzve, por edhe të promovimit të turizmit për qytetin tonë. Lojrat popullore kanë zanafillën e vet në atë kohë kur mbase nuk ishte as orkestra e krijuar, dhe as dasmat ashtu siç bëhen sot. Dhe kjo ishte një mënyrë për të festuar festat, dasmat, gëzimet popullore në familje dhe në shoqëri. Ndaj trashëgimi i këtyre vlerave kulturore që tregojnë jo vetëm emocion, jo vetëm garderoben e brezave tanë, të cilën sonte mësmjerit të gjitha trupat do ta demonstrojnë përpara jush dhe përpara spektatorëve që kanë mundësi të na ndjekin, na shtojnë dëshirën, jo vetëm për t'i promovuar, por për t'i trashëguar brez pas brezi. Lojra Popullore Fest është tashmë një traditë dhe dorë, e cila tashmë edhe me mbështetjen e Bashkisë së Shkodrës synon të sjellë më pranë komunitetet shqipfolse dhe të përcjell vlerat e tyre tek brezat e rinj, duke e kthyer Shkodrën në një pikë takim të rëndësishëm të kulturës shqiptare.